Titujt kryesor të gazetave e premte 4 mars 2016, Gazeta Panorama. Vendimi i qeverisë ndryshon rregullat për shitjen e makinave, zbardhet dokumenti me firmën e 3 ministrave. Nga sot aplikohen rregulla të reja për shitjen e automjeteve, dokumentet që duhen te noteri. Gjykata kushtetuese rrëzon ligjin e gjobave milionçe të qeverisë për kuponin tatimor, shfuqizohen 8 nene të ligjit për procedura tatimore, antikushtetuese edhe gjoba 10 milion lekëshe për biznesin. Shqipëria në rrugën e duhur miratoni reformën në drejtësi, mesazhi përfaqësuesës së lartë të BE-s në takimin me Ramën pas kerrit. Pezullohet parlamenti pra pas skenat e negociatave për dekriminalizim, Berisha duam edhe dekusarizim. Takimi guvernatori pa doreza kundër bankave, jepni kredi. Raporti i dash, Shqipëria vend burim për marijuanën, tranzit për drogat e forta. Çështja blushit dhe degenerimi i partive politike, mbështetja e Gjermanisë për Shqipërinë dhe Kosovën, rënimi i maturës shtetërore, jurist, mjek, profesor. Gazeta Shekulli. Shfuqizohen gjobat ndaj biznesit në vendimin përfundimtar, gjykata kushtetuese anullon 8 nene në ligjin e procedurave tatimore. Pikat ku gaboi kuvendi dhe 4 nenet që u lanë në fuqi duke mos u pajtuar me tregtarët. Bien dëshkimet për kuponin, mos deklarimin e adresave si dhe mallrat pa dokumentacionin përkatës. Udhëzimi ndryshon rregullat për shitjen e automjeteve. Këndi i lërave te parku i liçenit, probleme me ligjin dhe mjedisin. Kushtet si të aplikoni për punë në Gjermani dhe ku duhet të drejtoheni. Biznes bank, një marrëdhënie që duhet ndryshojë. Intervista Bashkim Zeneli, Shqipëria duhet të ankorohet te Gjermania. Federica Mogherini bëni reformën në drejtësi dhe sillni Shqipërinë në BE. Kuvend dekriminalizimi, një zvarritje pafund, sot sërish seancë. Durrës, pronari i lokalit sjellë një viktimën dhe në taksi. Futboll, Partizani Tirana, derbi ndal kryeqytetin për një ditë. Gazeta Shqiptare, punësimi në Gjermani, ambasada kushtet si të aplikoni, mundësit për një punë legale në Gjermani, selia diplomatike në Tiranë, publikon udhërrëfyesin për të fituar kartën blu. Adresat në internet që ofrojnë vende të lira, kemi kërkesë të lartë për mjek, matematicien, inxhinier. Ornela Canaj, pas vrasjes Fatosklosi erdhi 2 herë në zyrën time. Dëshmia kur kërkoi azil në SBA, ai ishte mbrojtësi i Marian Rokut. Shitblerja e makinave, zbardhet procedura e re për kalimin e pronësisë. Koha që të flitet me emra konkret. Ambasador të BE-s, veproni edhe ju si ambasador i Lu. Mogherini dhe BE jeni në rrugën e duhur, miratoni drejtësinë. Dekriminalizimi, meta konsensusi është pothuajse i arritur. Unaza e vogël, familjet që u prishet prona nga ndërtimi. Shproncimet kush preket në Fier, Lushnjë, Berat dhe Korç. Rrëfimi i të arrestuarit, s'doja ta vrisja shokun e shkollës. Piktura, veprat e panjohura, motra tone me veshje alla frënga. Shqiptarja.com, bien supergjobat, i ja penalitetet që hiqen dhe ato që mbeten. Zbardhet vendimi i gjykatës kushtetuese për rrëzimin e ndëshkimeve të rënda tatimore. Biznesi do të vijojnë betejën, ligje të tjera në kushtetuese. Kualifikimi, mësuesit për çfarë do të testohen për shtesën e pagës. Intervista, ish burri i Guxhollit, Jasimi mori pronat, këshilltarja e Berishës. Flet Besnik Pani, Suzana Guxholli përdori pushtetin me ndihmën e gjyqtarëve, më tjetërsoi pronat e mia. Ndryshon procedura për shitjen e makinave, bllokohen ato me borxhe. Intervista, skandal me vrasjen Roka, 5 pyetje për Ardit Gjebren. Dekriminalizimi, pakti i brisht midis palëve, sot provohet konsensusi. Mogherini bëni reformën në drejtësi, silleni Shqipërinë në BE. Gazeta Dita, ekskluzive Izet Haxhia, unë Maloku naiv. Prej sot në treg libri Izet Haxhis për Berishën, rrëfimi i rrallë, djaloshi që dinte përmendësh veprat e Enverit dhe nuk i ndai sherreve që mori peng klasën me një bajonet, që nuk e duronte Tiranën e rafinuar që u magjeps nga Sali Berisha dhe që sot skanon vetveten. Mogherini në Tiranë, 3 mesazhet e shefes së diplomacisë së BE-s, vizita pas Washingtonit, Rama merr mbështetjen e hapur të Brukselit, jeni në rrugën e duhur. Plani grek, si tua bëjmë peshqesh shqiptarëve refugjatët sirian. Supergjoba tatimore, ja përse i rrëzoi kushtetuesja. Analiza, disa ilaçe për problemet e farmacive. Tema, marrëveshja finalizohet sot, arrihet konsensusi për dekriminalizimin. Editorial nga Mero Baze për gjyqtarët dhe politikanët që nuk kërkojnë viza, apo dorëzohen amerikanët për drejtësinë, pse Rama nuk i mbyll dot dyert për refugjatët. Për një plesht, Djegë Jorganin. Blerim Çela, Berishën e kam dashur shumë, por PD s'vjen në pushtet sa tjetë Berisha. Sali Berisha kërcënon me përplasje përfundimtare dhe konflikt civil. Qazoja nga Tropoja, enveristi i betuar me plis që u takua me Bill Clintonin dhe Edi Ramën. Debati pro dhe kundër Ardit Gjebres. Antena brenda familjes, Pamela i raporton Kunatit për takimin me Ramën. 3 mesazhet e Mogherinit në Tiranë. Gazeta Mapo, negociatat shtatorëshe, testi për dekriminalizimin sot në kuvend, 2 pikat e mbetura pezull. Vrasja e Kërtushës, kamerat zbardhin dinamikën pasi e qelluan tentuan ta marrin nga taksia. Gjykata kushtetuese shfuqizon 8 nga 11 nenet e supergjobave të qeverisë. Opozita shqyrton kontestimin e zgjedhjes së Thaçit president. Veshkat, kujdes tensionin e lartë dhe diabetin. Sëmundjet autoimune dhe si t'i trajtojmë ato.
Prokura veneciane e prokurorit të përgjithshëm, folmë o tablet, rreth rrotullimit, grida duma me tregtarët i rritjes së taksave dhe arbitraritetit, refugjatët, Rama s'hapim kufit, por zvëm as mure, shtëpia e flamurit, rënimi s'ka përgjigje nga kryeministri. Gazeta Shqip, Xhafaj dekriminalizimi qesharak, ashtu siç është ndërtuar dhe siç është miratuar ligji, s'do të ketë asnjë efekt. 3 mesazhet që Mogherini përcolli politikës shqiptare, të inkriminuarit shtyhet për sot votimi i formularit. Meta zakoni hyn konsensus në minutat e fundit. Mbi krizën e shtypit të shkruar, kushtetuesi arrozon supergjoba tatimore, shfuqizohen 8 nene, bie dhe dënimi me burg. Seiko urdhër bankave lironi parat, jepini kredi biznesit. Reforma në drejtësi, LSI punson lobuesit amerikan. Shqipëria vend tranzit për drogat e forta, lista e zezë e SBA-s, Manjani shkarkojnë çdo gjyqtar e prokuror. Shqipëria mes ekipeve që rrezikohen nga mafia, Madame Bovary ose arti si mjet tradhtie ndaj femrës. Koajon, dekriminalizimin po e bëjnë SBA-t, jo partit. Mogherini lavdëron kryeministrin. Përfaqësuesja e lartë e BE-s miratoni reformën në drejtësi dhe hajden në Bruksel. Partia në ball, rreth rrotullimit, dekriminalizimi, PSD jemi afër konsensusit. Berisha sjellja e kriminalëve në kuvend, provokimi ulët. Dhuna në familje, Bashkia e Tiranës në ndihmë të viktimave. Ilir Betja, po bëjmë reforma në sektorin e energjisë elektrike. Standard, the final countdown, betejë finale, do dorëzoj Berisha dhe deputetët e tjerë të PD-s mandatin? Çfarë pritet të ndodhë me opozitën nëse majoranca s'pranon kushtet? Cilët janë skenarët e demokratëve? Ç'nën kupton Berisha kur deklaron se ka edhe opsione më të rënda se bojkoti? Fjalimi i fortë i ish-kryeministrit në seancë, çfarë opozite jemi kur ulemi në parlament me njerëz që i kanë duart me gjak? Dash Shqipëria vend kryesor i prodhimit të drogës, Rama më i miri në 25 vjet. Shefja e BE-s Mogherini është e pashëmbullt mbështetja për reformën në drejtësi. 8 orë negociata, majoranca dhe opozita pranë konsensusit, çfarë lë pezull votimin. Gjyqtarët e korruptuar, Manjani, vetëm çelja e një beteje, do shkarkohen të gjithë. Prokuroria, Kërtusha u qellua nga pronari i lokalit, ngacmoi kamarierët. Opinion pse u fundosën në 3 vjet eksportet shqiptare. Gazeta Sot, rregulloria bomb, ikin deputetët biznesmen, zyra e kuvendit mbledh deklaratat e pasurisë, ndalohen telefonat, dhuratat, thirrjet për dhunë dhe nxjerrje e sekreteve. Kuvendi do publikojë çdo 2 muaj shpenzimet e deputetëve, ndalohen të ushtrojnë detyra të tjera me kohë të plotë. Rama përplaset me Mogherinin për refugjatët, kryeministri nuk i hap kufin, zyrtarja e BE-s mos harro vitet 90, prano diversitetin. Sali Berisha kërcënon me luftë civile, urdhër Bashës për mbledhjen e strukturave të partisë për djegjen e mandateve dhe daljen e opozitës në rrugë. Kije skandali mbi akreditimin e universiteteve angleze do kontrollojnë fillimisht 2 shkolla private me lidhje të forta me qeverim, puç fakulteteve publike. Kushtetuesi arrozon qeverim, bien të gjitha gjobat për kuponin tatimor, mos deklarimin e punonjësve për mallrat pa faturë dhe mos afishimin e çmimeve. Nami Kopliku, Komisioni i Garancive Statutore të jap dorëheqjen pse nuk i tremben përjashtimit, deputetët të mos sillen si padron të zonave të caktuara. Koçoko Gdhima përshkallzon sulmet ndaj Erion Veliajt pra pas skenave të duelit të ri në PS, ja çfarë ndau dy të besuarit e Ramës. Raporti i Dash, Shqipëria hambar marijuane për Evropën, Tahiri e shpall si sukses të policisë. Amerikanët dorëzojnë në Ministrinë e Drejtësisë listën e zezë me gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar. Ylli Manjani paralajmëron shkarkimin e tyre. Sajmir Pirgu, Ilmio Kanto dhe si një dokumentim me arjet më të bukura botërore. Telegraf, politika nuk është e interesuar për reformën në drejtësi. Ultimatumi i kryediplomates europiane në Tiranë, Federica Mogherini, reforma në drejtësi kusht kryesor për të pranuar në familjen europiane. Largoni sa më shpejt nga të gjitha postet ministrat, deputetët, gjyqtarët, prokurorët dhe kryebashkiakët me rekorde kriminale. Intervistë me Moza Hafizi, Kongresi i PS-s hap garën për kryetarin sipas statutit aktual me parimin një antar një vot. Kompania amerikane do asistoj partinë në çështje madhore në reformat më kryesore. Haxhi Baba Edmond Brahima e Haxhi Dede Reshat Bardhi, personaliteti shquar i bektashizmit. Sport Express, udhkryqi i derbit. Përplasja epike i gjen 2 skuadrat në momente delikate, të kuq duan fitore për të vazhduar ëndrrën e titullit, ndërsa bardhëbluve u duhen pikë për të siguruar Europën, por për të gjithë shkajet të dyja klubet kanë një mal me arsye për të triumfuar sot. Agostinelli versus Daja, humbja do ishte njësoj si të shtypte treni, historia jonë më e pasur se e Partizanit. Demi pranon, e kam nisur si tifoz i Tiranës. Halili, festojmë këtë sezon, na kam penalizuar. Korçarët studiojnë Laçin, llogarisin vetëm 3 pikshin. Shtubinas duhet të ndërlikojnë më shumë situatën. Lacoste e ka seriozisht ndeshje jetike për ne. Dyshja, Juventusi e Bayerni para prin takimit sekret në Londër. Rumenike dhe Anjeli bisedojnë për Superligën e Europës, nuk përjashtohet ideja e huazimit të një skuadre nga Amerika apo Azia. Gjermani, Rumenike kërcënon Pepin, tekniku nuk i flet ekipit në stërvitje. Ishi Duro shkel syrin, sot vlen vetëm fitoria, bindja e Karabecit i sigurt, ky do të jetë derbi ynë. Panorama Sport, Partizani Tirana, derbi si shpëtim, sot në orën 18.
Supergoli Meës eliminon Beshiktashin, Josa jap se shkon mbi nuk luan, Juve Milan kur finalen e kupës e vuloste një shqiptar. Gjermani Rumenike shkund Bayernin nuk dua blof në Dortmund, Spanjë, spektakli Mesit, Barça shëtit me Vallekanon, Angli analiza ja shanset për titullin në Premier League.